problemi është atje te Ministria e Financave. Ju falenderoj edhe njerë nga zemra edhe trafikut urban, edhe sektorit privat, që faktikisht kanë punu me mujtë tonë, kanë kry shërbime me pujtë tonë pa pagesa. Do të thonë pa pagesa për arsye se fondet tona të kryeqytetit, të hyrat vetanake, të cilat me ligj duhet me ju transferu kryeqytetit, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të bllokume. Edhe si rezultat, ne kemi pas të pamundun për me pagu edhe trafikun urban, edhe sektorin privat, edhe shumë kompani të tjera që kryen shërbime për kryeqytetin. Pra, ky është problemi. Nuk kemi nevojë faktikisht të them asgjë s'është e fshehur, të gjitha janë transparente. Problemi është atje te Ministria e Financave. Prandaj kërkoj edhe takim urgjent edhe me kryeministrin, edhe me ministrin e Financave për me zgjidh këtë problem me njëherë, sepse ky problem mundet me u zgjedh me njëherë. Domethënë nuk ka arsye për asnjë qytetar me psu si rezultat i mos transferit të fondeve tona. Pra po e përsëris edhe njëherë. Kjo është sikur ju, qytetarë të nderuar, parat e juve me i pas në bankë, e ke rrogën në bankë, i ke fondet e tua në bankë, e një zyrtar i bankës nuk po t'i lëshon parat për teket veta, çfarëdo që ato janë. Kjo po ndodh për fat të keq këtu në kryeqytet sot.